si kur ta dini njerëzit se çfarë vlere ka thirrja e ezanit dhe rreshti i parë, aq shumë do të kishte konkurrencë sa që do të hidhnin short në mes vete besimtarët. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Gjelle Gjelaluhu, krijuesi i gjithësisë, ati qofshin falë, në librin e tij, në Kur'anin famlar thot: ngutuni, nxitoni dhe bëni gara për ta arritur faljen dhe mëshirën e Zotit tuaj. Ngutuni dhe bëni gara për ta arritur xhennetin e Allahut, ku gjerësia e tij është sa gjerësia e qiellit dhe e tokës. Kjo e përgatitur për ata që i besuan Allahut dhe të dërguarit të tij. Të nderuar xhamatli, muaji i Ramazanit është muaji i garave. Është muaji i garimeve për në vepra të mira, për në adhurime, për në bamirësi, për në ndihmë të tjerëve. Lum ai njeri për veten e tij që i ka shtuar adhurimet. Lum ai njeri që i ka shtuar bamirësit ndaj të tjerëve. Lum ai njeri që i ka ndalë të këqijat e zakonshme dhe është përmirësuar. Ndërsa mjerë ai njeri që nuk e ka shfrytzuar këtë muaj për të ndalur nga të këqijat. Mjerë ai njeri i cili nuk i ka përmirësuar veprat e tij. Shumica e njerëzve sot garojnë në çështje të dynjas. Garat e tyre janë rreth pasurisë, rreth bukurisë, janë rreth autoritetit, famës, emrit e kështu me radhë. Të gjitha këto që shumica e njerëzve garojnë në to, me vdekjen e tij u humb vlera, dhe me kalimin e kohës edhe po t'jetë njeri me famë dhe me emër të madh, do të harrohet. Ndërsa kush garon dhe arrin suksese në vepra të mira, emri i tij nuk harrohet tek Allahu Azza wa Jall. Emri i tij do të përmendet në qiell prej melaçeve të Allahut, duke bërë dua për ta. Në një hadith pejgamberi alayhis salatu wassalam na mëson një realitet dhe na tërheq vërejtjen. Një ditë ju thot sahabëve, shokëve të tij: nuk friksohem për ju se do të varfroheni. Nuk tutem për ju që do të bëheni fukara. Përkundrazi, friksohem se do t'ju hapën dyert e pasurisë së dynjas, e do të garoni në ta. Do të bëni gara kush do të bëhet më i pasur. Dhe si pasoj, do të harroni ahiretin, do të dobësoheni dhe do të shkatroheni ashtu siç u shkatruan popujt para jush. Risku, furnizimi është i garantuar dhe i siguruar prej Allahut Azza wa Jall. Nuk bën ta humbim ahiretin për dynjan. Nuk mund ta sakrifikojmë
botën tjetër, botën e amshuashme, për një botë shumë të shkurtër dhe të thjesht. Punën e madhe, mundin më të madh, energjin më të madhe, jepe për ta kënaqur Allahun Azza wa Jall. Dynjaja dhe risku do të vinë mrapa, furnizimi do të vinë mrapa, do të ndjek ty i përullur. Risku do të vjen mrapa teje i përullur. Omer ibn Abdul Azizi, khalifja i nderuar, rahmetullahi alejh, në ditën e Arafatit ju tha njerëzve, se i pa duke u ngutur, duke vrapuar për t'i zonë vendet në Arafat. Ishte ditë Arafati. Dhe ju tha, nuk ka fituar, nuk ka ngavnyer ai që devën e ka më të shpejt, po ka fituar dhe ka ngavnyer ai që Allahu sot ja ka falur gjunahet. Pra garimi le të bëhet në arritjen e kënaqësisë Allahut, në arritjen e mëshirës dhe faljes Allahut Azza wa Jall. Pejgamberi alayhi salatu wassalam, me këshillat e tij, me veprën e tij, në jetën e tij të përditshme, i ka edukuar shokët e tij që të kenë shpirt garues për në vepra të mira. Nuk ka lënë mundësi, nuk ka lënë rast, vetëm se e ka shfrytzuar për të nxit besimtarët të bëjnë vepra të mira dhe të garojnë në to. Ai një ditë, kur ishte me shokët e tij, ju tha, kush është agjërueshëm sot? Ishte me shokët e tij, dhe kohë pas kohë pejgamberi alayhis salatu wassalam, me metodat e tija të shkëlqyshme, u kujtonte të bëjnë vepra të mira, u kujtonte dhe i nxiste që të garojnë në vepra të mira. Një ditë tha, kush është agjërueshëm sot? A ka ndonjën mesin tuaj që është duke agjëruar? Ebu Bekri radiallahu anhu, shoku i tij më i afërm, shoku dhe miku i tij më besnik, i tha, unë ja Rasulullah, unë jam agjërueshëm. Pejgamberi alayhis salatu wassalam tha, kush e ka përcjell një xhenazë sot? Ebu Bekri tha, unë ja Rasulullah. Pastaj tha, kush e ka ushqyer një të varfër sot, një fukara, kush i ka dhënë një fukaraje ushqim? Ebu Bekri tha, unë ja Rasulullah. Kush e ka vizituar një të sëmur sot? Ebu Bekri tha, unë ja Rasulullah. Pejgamberi alayhis salatu wassalam tha, kush i bashkon këto vepra, kush i bën bashk këto vepra, ai do të jetë prej banorëve të xhennetit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i pyeti që të marrin lakmi të tjerët, të marrin shembull të mirë të tjerët dhe të mundohen dhe të garojnë për të arritur shpërblimin e Allahut Azza wa Jall, sepse pas veprave të mira u kujtoi edhe shpërblimin e Allahut. Në një rast tjetër, ai thot, sikur ta dini njerëzit se çfarë vlere ka thirrja e ezanit dhe rreshti i parë, aq shumë do të kishte konkurrencë sa që do të hidhnin short në mes vete besimtarët. Pra nxitje për në vepra të mira, alayhis salatu wassalam. Shpirti garues atë shumë u zhvillua në kohën e pejgamberit alayhis salatu wassalam, sa që shembujt shpesh herë na lën pa fjalë. Shembujt e tyne na lën pa fjalë, atë shembujt të mrekullueshëm kanë qenë. Një ditë
Dhe këtë ngjarje, këtë hadith e transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij. Një ditë u bën bashk fukarat e sahabëve. Ka qenë një grup i sahabëve shumë të varfër. Kanë qenë robër të liruar apo njerëz që e kanë pranuar Islamin dhe janë larguar nga venddanimet e tyne për ta mbrojtur imanin dhe besimin e tyne, jo për ndonjë interes të dynjas. Dhe ata nuk posedonin as shtëpi, as kafsh, as edhe ushqimin e tyne nuk e kishin. Banonin në xhaminë e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Dhe thuhet se numri i tyne ka qenë më shumë se 70 veta. Këta një ditë bëhen bashkë dhe shkojnë te pejgamberi alayhis salatu wassalam dhe i thonë: "Ja Rasul Allah, shkojnë të ankohen për të pasurit. Jo se ata nuk po i kryjnë obligimet e tyne ndaj fukarave. Jo se ata po vishen mirë, po ushqehen mirë, e këta nuk janë të veshur mirë dhe për këtë do të ankohen. Jo. Nuk e kishin ndonjë qëllim të dynjas. Qëllimi i tyre ishte ta kënaqin Allahun Azza wa Jall. Thanë: "Ja Rasul Allah, të pasurit po falen ashtu siç po falemi edhe ne. Po agjerojnë ashtu siç po agjerojmë edhe ne. Mirë po ata po japin zeqat, po japin sadak, e ne nuk e kemi këtë mundësi. Sahabët e pasur po na e kalojnë neve. Çka të bëjmë ne, ja Rasul Allah? Që t'ua kalojmë atyre, apo ta arrijmë gradën e tyne?" Pejgamberi alayhis salatu wassalam, i kënaqur me mendimin e tyre të mirë, i tha: "Do t'ju mësoj diçka, që do të arrini shpërblimin e tyne." Sahabët thanë, fukarat e sahabëve: "Na mëso, ja Rasul Allah, si të arrim edhe ne gradën e tyne." Pejgamberi alayhis salatu wassalam u tha: "A nuk e dini ju se sa herë që të thoni Subhanallah, është sikur se me dhon sadak? A nuk e dini ju se sa herë thoni Elhamdulillah, është sikur se me dhon sadak? A nuk e dini ju se kur thoni Allahu Akbar, Allahu është më i madhi, është sikur se me dhon sadak? A nuk e dini ju se kur thoni La ilaha illallah, është sikur se me dhon sadak?" U gëzuan sahabët, u gëzuan dhe u kënaqën dhe thanë: "Do të shkojmë tash dhe do të arrijmë gradën dhe shpërblimin e sahabëve që kishin pasuri dhe jepnin zeqat dhe sadak." Shkuan dhe pas namazeve fillon të bëjnë dhikrin e zakonshëm që e bëjnë. Se cilin vete Subhanallah, Elhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, kështu me radhë. Mirë po sahabët e pasur, siç ishte Ebu Bekri, siç ishte Abdurrahman ibn Auf, siç ishte Uthman ibn Affan, i panë që këta po bëjnë tesbih, edhe ata fillon të bëjnë tesbih. Edhe ata fillon të thonë Subhanallah, Elhamdulillah, Allahu Akbar. Sahabët e varfër shkun të pejgamberi alayhis salatu wassalam, thanë: "Ja Rasul Allah, e mësun edhe ata si me dhon sadak edhe me dhikr." Pejgamberi alayhis salatu wassalam u dorëzua dhe tha: "Dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha." Ajo është një mirësi e Allahut. Pasuria është një mirësi e Allahut. Në të njëjtën kohë edhe sprov nga Allahu që ja jep kujt të do. Pra, ky ishte shpirti i garimit të pejgamberi alayhis salatu wassalam. Në një rast tjetër u kërkuan nga një burr në familje që të shkojnë në luftë me pejgamberin alayhis salatu wassalam. Dhe në një shtëpi sahabëve
ishte baba që i kishte disa vjet, ishte i moshuar, ishte edhe djali. Kush të shkoj? Kush të i përgjigjet thirrjes pejgamberit alayhis salatu wassalam? Çka të bëjnë hodhën short? Dhe shorti i ra djalit me shku në luftë me pejgamberin alayhis salatu wassalam. Baba po i thot, o djali jam, a ma losh këtë herë mu të shkoj, të luftoj me pejgamberin alayhis salatu wassalam. Djali i tha, bab, këtu është çështje xheneti. Këtu nuk mund me të dhënë përparësi, edhe pse të dua më shumë se çdo gjë tjetër. Dhe shkoi në luftë me pejgamberin alayhis salatu wassalam dhe u vra në betejë dhe ra shahid me lejen e Allahut azza wa jall. Mirë po baba që i shkoi djali në luftë dhe ra shahid nuk u rahatua. Me mezi se pritë me ardhë beteja tjetër, edhe ai shkoi dhe në betejën pas betejës kur ra djali, ra edhe ai shahid me lejen e Allahut xhalla xhelaluhu. Allahu na falt, Allahu na mëshiroft, Allahu na mundsoft të bëjmë vepra të mira, Allahu na mundsoft që të bëjmë gara për të arritur kënaqësinë e Allahut. Aqulu ma tasma'una wa astaghfirullaha li wa lakum.